Prizmës. Sigurisht që kryefjala e këtyre ditëve kanë qenë protestat për Gërdecin. Ti që të filloj fjallin me protestat janë pjesë e demokracisë, edhe sigurisht unë mund të shtoj që janë edhe çfryrës, amortizator social, janë edhe demokracia i ka shpikur për të thënë që unë ekzistoj, jam, edhe bëj mirë. Shpeshherë protestat janë manipuluara, shpeshherë protestat janë demagogjike, ideologjike, shpeshherë janë të drejta, shpeshherë kanë të drejtën brenda po të përdorur keq atë. Ka 1001 arsye që të protestosh, por si u ta përdorësh edhe nga kush frymëzohen, nga kush nxiten, pastaj kjo është çështje se si e percepton turma, si manipulohet ajo dhe çfarë ndodh, edhe në fund kret pastaj janë edhe protestat e drejta, ato protestat të cilat kanë parime, kanë të drejtën edhe të vërtetën mbrapa. Mirë po kur nuk kanë të vërtetën pas, protestat janë idiote. Dhe turma është krejtësisht e tillë, absolutisht. Dhe sidomos kur këto protesta kanë në themel të tyre diçka e cila luan jashtë. Nxitet dhe luan jashtë, bie fjala si për Zvërnecin në Greqi, është gjithë Greqia e çuar në kam, duke u shprehur që po zaptuan tokat greke. Banorët grek, qytetarët grek. Edhe me të vërtetë aty ka qytetarë grek në Zvërnec. Kanë dy shtetësinë, edhe shqiptare edhe greke. Pastaj vinë autobuzat nga Greqia, pastaj thuhet, jo, s'do të lejojmë, oqi, toka është greke, nuk mund të ndërtoni aty, nuk mund t'ja shitni Amerikanëve, tokën greke, nuk mund të shitni edhe Izraelitëve, edhe as arabëve, tokë greke ju. Ju nuk duhet ndërtoni aty, mbi tokë greke, dhe ne do vim të mbrojmë interesat e Greqisë te qytetarët dhe tokën greke, në Zvërnec. Dhe sigurisht pastaj ke edhe duartrokitjet e mëdha në Beograd. Gjithë portalet edhe gazetat e Beogradit janë entuziazmuar mas protestave për të larguar Trumpin. Ne kemi larguar thotë Ivankën edhe kushtin e djalin e Trumpit. Sepse sigurisht na kanë bombarduar dhe për hatër të Kosovës, dhe sigurisht ne nuk i duam këtu, të na riparojnë edhe ato ndërtesat cilat i kanë bombarduar. Fjalët e tyre. Pra ne bashkohemi me protestuesit në Tiranë. Imagjino me çfarë kemi të bëjmë. Dhe çfarë bëjnë protestuesit, një pjesë e madhe aty po shoqërohesh edhe nga Partia Demokratike, bile edhe 2-3 prej këtyre tonëve në Shkodër, të cilët nuk e di e kanë marrë leje Berishës, po mund t'i kenë dhënë leje Berisha këto, ose s'janë me Berishën, s'kanë qenë kurrë. Ja 2 prej tyre nuk kanë qenë ndonjëherë me Berishën, i cili nuk është dakord për këtë. Po mbase me fjalë, thotë kështu dhe pastaj i nxiti thotë shikoni. Shkoni aty bashkoni me atë protestë, që nesër ta marrim ne atë protestë, sepse sigurisht mblidhen më tepër njerëz se sa me Sali Berishën. Por serbët edhe grekët kështu thonë. Dhe tani janë bashkuar edhe një pjesë e komunistave dhe ultramajtistave italianë. Ato të Shlajnit edhe të asaj Salis, të gjithë këta që bën namin për punën e atyre kampeve në Gjader edhe në Shëngjin, s'lan gjapa thanë, mirë shanin Ramën, por në përgjithësi bashkoheshin me ultramajtistët tu dhe ignorantët folklorikët në Shqipëri, duke nxjerrë nga goja gjithë farë ndyrësirash, edhe duke thënë që Shqipërinë e maj me bukë ne, janë me paret që atyre kampeve aty, që ha bukë Shqipëria se s'kanë bukë të hanë. Është Edi Rama, që i ka grabitur Italisë 1 miliard, dhe tashi do të çojë dhe resorte. Kanë marrë paret tona, që e ka dhënë Meloni dhe tashi çon resorte. Imagjino çfarë majmunësh, çfarë taman poveri komunistë që ka thënë Berlusconi. Keni mbetur gjithë jetën dhe do të rrini gjithmonë komunistat të varfër. Në fakt duhet me thënë komunistat në se kështu e meritojnë, po kështu janë, ultramajtist, globalist, kundër çdo lloj drejtimi dhe kundër çdo lloj zhvillimi. Janë demelane, që s'kan punuar gjithë jetën, s'kan lidhje fare me Zvërnecin, bile ju bien nesh edhe banorëve aty,
sepse sigurisht ata banor nuk janë kundër ndërtimit. Duhen që të futen edhe ata në pjesë. Dhe një pjesë atyre janë një 20 vet, 30 vet janë dhe shtetas grek, është e vërtet. Janë dhe shqiptarë, kanë shtetësi shqiptare, kanë dhe shtetësi greke, po nuk është se janë kundër resortit. Duhen legët, duhen dollarët e eurot për ata. Nuk janë vetëm pronar, ata jemi dhe ne. Bile ne jemi të 91, se këta janë gjithë me 7501, kurse ata të shkretët që kanë pronën, që duhen të zhvillojnë, janë pronar të vjetër aty. Mi po duhen dhe këta të 7501. Dhe sigurisht që duhet ta ketë parasysh edhe ai që investon aty, që t'i dorovisë edhe këta. Në anën tjetër është Rama që kishte menduar që mund të jepte edhe dorëheqjen për hatër këtyre krymaleshave, dhe Rama nuk e jep dorëheqjen kur bëhen me vërtet qepsin leqe nga ana qeverisë ti edhe nuk e di, budallëve të tij, hajdutave të tij, po na dashka me dhënë dorëheqjen atëherë kur nuk duhet të dhënë dorëheqjen. Atëherë kur të gjithë grekët antishqiptar, të gjithë serbët antishqiptar, dhe të gjithë italianët komunist, globalist, ultramajtist, dhe LGBT-qërist, ashtu janë edhe me grekët, njësoj, aksionet e tyre, të globalizmit, edhe birnin që është produkti Sorosit të shi është kundra Ramës, Rama sigurisht nuk ka punë marrë me të majten, ata e kuptojnë që Rama nuk si dhe si i majtë ma, janë kundra. Dhe kësa radhët donte, sepse sigurisht e merë si vlau i ti, Alexis Soros, e i thotë, po bët gabim, po lejon Trumpin të futet brenda, do të sulmoj, do të bëj, sigurisht, Rama është midis dy zjerëve. Zjerit madh që ka me Trumpin edhe me investimet dhe të drejtën e Shqipërisë për të zhvilluar, dhe Alex Sorosit, si vllaun e tij, i cili i thotë, tash unë do të bëj lanet ty, e kupton, janë kundër atë. Edhe organizon Greqinë, organizon Italinë, organizon edhe Serbinë për të sulmuar Ramën. Kjo është agjendë tipike e Alex Sorosit dhe Sorosit, tashmë kundër Edi Ramës. Megjithëse Edi mundohet t'ja plotësoj kushte me LGBT të jenë lënë që të zhvillohen, bile kohët e fundit i la dhe një për hatër të Zvernek, i la dhe që të ndryshojnë seksin që a imagjinot që prap ai nuk bine, sepse kështu është agenda Soros. Ti bëhet mirë Edi Ramës, sepse ai sigurisht është ndihmuar nga ata, si vllau i tij. Mi po agenda e tyre do me thanë mos zhvillohet Shqipëria, ose zhvillohet sipas modelit tyre. Sipas modelit tyre qilbanik dhe antikombëtar shqiptar, që ka e shef zhvillimin e Shqipërisë vetëm si t'i dojë bytha Greqisë, Serbisë dhe komunistave italianë. Imagjinoni tash se çfarë janë këta që organizohen, edhe këta organizohen, këta në Shqipëri. Marrë edhe budallet me vete, sidomos një pjesë të veriorëve që janë urrejnë Ramën edhe kujtojnë se po i bëjnë nerë vete Shqipërinë, sepse bashkohen me Grekun, ka që një atësor idiot janë. Një pjesë e madhe. Në këtë mes është një kakofoni qelbanikësh, të cilët ka një përmbajtje. E para janë ultramajtist, komunist, globalist dhe pro LGBTQ dhe pro palë, pro kthimit botës ideologjike edhe njerë, ultramajtiste dhe komuniste, dhe në anë tjetër janë ata që duhet ta zhvillojnë. Në këtë mes, më bëri përshtypje, do jap dorëheqjen. Rama e thot sepse sigurisht nuk është dakord Fondacioni Soros, nuk është dakord si vllau i tij Alexis Soros. Në qoftë se Rama e jep dorëheqjen si i thot Alexis Soros, mirë t'i bëhet. Bile unë tash do kisha dëshirë të shkota edhe në burg. Në qoftë se jep dorëheqjen. Në qoftë se Rama jep dorëheqjen, unë kam dëshirë që Spaku shkojnë të arrestojnë aty në Katun që thonë. T'ja vërë prangat një herë e mirë, sepse pas ka qenë agjendë realisht e turpshme e Shqipërisë. Në qoftë se jep dorëheqje pikërisht për këtë. Sepse ja kërkon Sorosi bashkë me këta, rrjepacak, maskarej, komunist, ultramajtist dhe folklorik në Greqi, në Serbi, në Itali, në folklorikët idiot në Shqipëri. Rama nuk ka dashur t'japet dorëheqjen, e ka kërkuar Alexis Soros. Alexis Soros duket nga shkrimet e Birnit, duket nga veprimtaria e ultramajtizmit dhe majtizmit e për Evropë, janë kundër Ramës. Mirë t'i bëhet. Por unë nuk dua që t'japi dorëheqjen tash. Dua që të shkojë deri në fund.
ai resort të ndërtohet, Shqipëria të zhvillohet, vlorat shkojnë deri në një mrekulli të tillë turistike. Ne nuk mund ndalohemi se nuk duan grekët e qelbur. As serbët e qelbur edhe as italianët e qelbur. Nuk mund ndalet zhvillimi i Shqipërisë. Nuk duhet ndalet zhvillimi i Shqipërisë, se duhet Cipras, Eli Shlajni në Itali, Cipras në Greqi dhe një pjesë e madhe e grekëve, edhe serbët e lirë në Beograd. Nuk mund ndalet. Për idiotët Shqipëria janë idiot, kanë qenë gjithmonë e do gjejnë gjithmonë do gjinin idiot. Por Rama këto e ka gabim. Ajo që tha dje ishte e shëmtuar, mendova që t'jap dorëheqjen. Kur s'ka menduar t'japi dorëheqjen, atëherë kur ishte për të dhënë dorëheqjen. Do t'a japi tani që është një kaos e cila është për zhvillimin e vendit. Kjo tregon që sa të qelbër e ka pushtetin bashkë me Alex Sorosin. Dakor, kështu është.